Tronditja e këndshme në rrjetet sociale. Fenomeni shkodran Louise Ailey ka befasuar sërish ndjekësit e tij me një video të re ku shfaqet teksa ndodhet në një sallon tatuazhesh, i ulur në karrige dhe gati për të bërë një tatuazh të ri në krah. Me stilin e tij të zakonshëm, i qetë dhe i buzëqeshur, Louise i lejon fansat të marrin pjesë në këtë moment personal, ndërsa kamera kap çdo detaj të ambientit dhe procesit. Në video, ai nuk zbulon ende se çfarë tatuazhi ka vendosur të bëjë këtë herë, duke shtuar kështu edhe më shumë kuriozitet mes fansave që tashmë kanë nisur të spekulojnë në rrjet. Një pjesë mendojnë se mund të jetë diçka e lidhur me familjen e tij, ndoshta një simbol për vajzën Luna Mari, të tjerë mendojnë për një shprehje me domethënie të thellë, ndërsa disa mendojnë se mund të jetë thjesht një dizajn që ai e ndjen afër vetes. Krahu i Louisit tashmë është kthyer në një kanavac arti me disa tatuazhe të mëparshme, dhe duket se ai po vijon të pasurojë këtë galeri personale. Artistin që po i realizon veprën këtë herë është Olsi, një emër i njohur në fushën e tatuazheve, gjë që tregon se Louisi nuk lë asgjë rastësore. Ai ka zgjedhur më të mirët për të ndërtuar mbi trupin e tij simbole me vlerë, kujtime apo ndjenja. Ndërkohë që fansat janë të etur për të parë rezultatin përfundimtar, Louisi tregohet i rezervuar, duke e lënë misterin të gjallë edhe për pak. Komentet kanë vërshuar menjëherë në video, me qindra reagime që shprehin emocion, dashuri dhe kuriozitet. Disa fansa kanë shkruar çfarë po bën kësaj here, të tjerë me siguri do jetë për Lunën apo Kiarën, ndërsa shumë thjesht e urojnë me fjalë të ëmbla si të shkojë mbar apo të dalë ashtu siç e ke menduar. Ky veprim i ri vërteton edhe një herë që Louisi është i lirë në shprehje dhe i afërt me artin në forma të ndryshme. Ai di si të përçojë emocion edhe përmes gjesteve të vogla dhe të mbajë gjithmonë të gjallë interesin e ndjekësve të tij. Me siguri shumë shpejt do ta zbulojmë edhe përfundimin e këtij tatuazhi të ri dhe do mësojmë më shumë mbi simbolikën e tij. Deri atëherë, misteri vazhdon dhe Louise Ailey vijon të jetë një nga figurat më të dashura dhe më të ndjekura të publikut shqiptar.